largimi apo shoqërimi me njerëz të mirë, shoqërimi me njerëz pozitiv dhe para së gjitha shoqërimi me njerëz të dijes. Në javën e kaluar përmendëm se një prej shkaqeve kryesore të kësaj gjendje të gjumit dhe të heshtjes së shpirtit është shoqëria e keqe, sepse njeriu detyrimisht ndikohet nga ambienti dhe nga shoqëria me cilën jeton apo ku jeton. E hapi konkret për me ndryshu të shoqëni është me kompenzua atë me tjetër shoqëni. Njeriu, duke qenë se është krijesë sociale, nuk mund të jetojë pa shoqëri, nuk mund të jetojë pa rreth, pa familje dhe pa shok. Por duhet t'i përzgjedh ato. Duhet t'i përzgjedhim madje në çështjen e përzgjedhjes së shoqërisë së mirë, nuk duhet të jemi tolerant as pak. E nëse hasim në njerëz të mirë, duhet bëjmë çmos që të jemi shok tyre. Nuk ka pasuri më të çmuar, më të mirë se sa shoku i mirë, i cili ta përkujton ahiretin, i cili nuk lejon që ti me përfundu i përgjumun, i largun prej fesë së Allahut, larg përgjegjësive ndaj Allahut, afër gjunave, afër njerëzve të ligë, ai ta ngjet për dorë, ai të këshillon, ai të mbron, ai bëhet prej ushtarëve të Allahut që ty nuk lejon me shkuën në humner, me shkuën shkatrim. Sa raste ka ndodhur që shoku i mirë i ka shpëtuar të tjerë, shoku i mirë i ka shpëtuar nga errësira e kufrit, e mosbesimit, edhe i ka qitë në dritën e imanit dhe të besimit. Sa shoku i mirë ka ndodhur që njërin e ka futur në xhami. Ne këtu kemi raste që edhe sot falen që shoku i tij është bërë shkak ai më fal, nuk është bërë as baba, nuk është bërë as nana, nuk është bërë as rrethi familjar, por është bërë shoku i vet. Shoqënia cilën ai e ka përzgjedhur, sepse ky është kapitali më i mirë, më i çmuar që ne mund t'i sigurojmë vetes tonë.